Të dashur shqiptar, është bllokuar llogaria ime në rrjetet sociale për një film që bëra unë, që ilaçet për kancerin dhe për diabetin duhet të jenë falas, dhe përse vaksinat janë falas, ndërsa ilaçet për sëmundje të rënda vdekjeprurëse janë me pagesë. Cila është arsyeja? Dhe filmi I parë u hoq me një herë, bëra ankesë në TikTok, filmin e dytë e hoqën gjithashtu, e hoqën dhe ankesën, bëra një ankesë të tretë në TikTok, hoqën ankesën e tretë në TikTok dhe e bllokuan edhe llogarinë. Për fat keq, sepse po të bësh 3 goditje njëra mbas tjetrës, llogaria jote hiqet automatikisht. Jam shumë I tronditur sepse nuk bëra asgjë të keqe. Në TikTok tregohet tortura ndaj kafshëve, tregohen femra lakuriqe, tregohet akt dashurie, tregohen gra lavire, tregohen njerëz me probleme mendore, tregohen akte dhune, tregohen vendet në Shqipëri më të poshtra, më të ndyra, që e pikturojnë atë tonë si një vend të fëlliqur. Tregohen filma të majmunëve njërokësh që thonë që emrat e zotave greke vijnë nga fjalët njërokëshe neandertale shqipe. Gënjeshtrat më të rënda për gjuhën shqipe tregohen nga të gjithë turbalbanët që sulmojnë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Akademia e Shkencave të Shqipërisë ka vërtetuar pra që gjuha shqipe në fakt është një gjuhë neolatine. Është krijuar nga shekulli I 4 I erës sonë. Pra ne jemi bij të veteranëve romak. Dhe kjo shqiptarëve nuk ju pëlqen. Po të bësh filma të tillë nuk shfaqen në TikTok, madje as në YouTube. Por të ndalohet një film I shkurtër, naiv, që vaksinat janë falas, po përse ilaçet për diabetin, insulina është me pagesë dhe kemoterapia është me pagesë, të ndalohet ky film, ndërkohë që çufot hedhin në erë, shtëpitë e njerëzve të pafajshëm, bombardojnë gra dhe fëmijë dhe shfaqet kjo në televizion pa problem, ndërsa një film për shpërndarjen e ilaçeve falas për njerëzit e varfër cilësohet rreziku më I madh për qytetërimin, atëherë si ka mundësi? Domethënë, çfarë po ndodh në këtë botë? Si ka mundësi që unë të bëhem objekt kritikash jo vetëm nga njerëzit e mi më të dashur, por të vinë dhe të më shajnë mua njerëz të cilët nuk duan që e vërteta për Shqipërinë dhe shqiptarët të dalë, që është një e vërtetë e hidhur. Dhe ndalohet një film për ilaçin e kancerit që duhet të jetë falas. Kjo është e drejtë universale e çdo njeriu të varfër, sepse për të pasurit kjo nuk është problem. Të konsiderohet ky filmi më I rrezikshëm në rrjetet sociale. Kjo tregon që firmat farmaceutike janë të lidhura bashkë dhe që ekziston një kontroll I plot I asaj që themi. Pra gjërat më të pista, më të ndyra, kanë dalur si vlerat të shqiptarëve, ndërsa vlerat e vërteta që përfaqësoj unë personalisht, krijuesi I fjalorit të gjuhëve indo-europiane dhe një njeri I shkëlqyer me një reputacion të pacënuar, këto filma të mrekullueshëm ndalohen. Dhe filmat për ilaçet që duhet jepen falas ndalohet. Si shpjegohet një gjë e tillë? Ju lutem më shkruani, sepse unë nuk arrit ta kuptoj këtë dëshirë për të mposhtur të vërtetën. Prandaj unë I them shqiptarëve që mos dilni nëpër demonstrata, mos dilni nëpër protesta, të cilat mund të degenerojnë në luftë civile, jo sepse unë nuk jam kundër qeverisë, por unë jam për rrugën ligjore, jam për rrugën e tillë që ne vetëm nëpërmjet procesave gjyqësore mund të heqim nga puna ata që kanë bërë vepra penale të rënda dhe jo me lëvizje në rrugë, pra jo me rrugaç. Ky është qëllimi im dhe qëllimi im është afishimi atyre vlerave që gjuha shqipe dhe kultura jon ka dhe ato që nuk I ka duhet I tregojmë ashtu siç janë.